me vëmendje e përcjella gjatë gjithë kohës diskutimet në kuvend, edhe nuk e shoh shumë tepër transishme renditjen e hapave drejt këtij procesi. A është zgjedhja e qeverisë, ekspozeja, programi, buxheti munden me u rirregullu edhe besoj që në një të ardhmen të shpejt do ta kemi edhe programin e qeverisë, do ta kemi edhe buxhetin e rishikuar. Problemi është për te kësaj. Problemi është që prioritetet e prezentuara në ekspoze e pres që një pjesë e tyre do t'jenë edhe në program. Nuk ka hapësirë fiskale mu akomoduar brenda buxhetit. Mungon hapësira fiskale. Nga 653 milion euro projekte kapitale në vitin 2026, vetëm 40 milion janë projekte të reja. Ku dojnë mu akomodu ato premtime? Kemi folë për investime në diga, rreth 400 milion, buxhet për këtë vit edhe vitin e ardhshëm gjithsej janë 13 milion e 900.000 euro. Ku vendoset pjesa tjetër? Ku është autostrada e Dugaxhinit? Ku është ajo Banull Qafe Dules? Ku janë investimet në Hekurudha? Dhe do t'i trajtojmë disa çështje më serioze. Lojrat mesdhetare. Ne e shohëm që tek lojrat mesdhetare është një pozicion aty që ma mirë ko mos me ko fare, renovimi i qendrave studentore për lojrat mesdhetare 10.000 euro. Po çka ban me 10.000 euro? Prandaj, hapësira fiskale është ngushtu, struktura e buxhetit është ndryshu në dobi të transfereve dhe subvencioneve, në dam të investimeve kapitale, dhe këtu paroja ka dal jashtë. Është rrit konsumi, po e jep ndikimin në kërkesën agregate, po nuk garanton rritje të qëndrueshme ekonomike. Paga 13 është mirë që po jepet. Asnjë nuk besoj që është kundër. Po do ta thojmë qartë që paga 13 nënkupton 8% rritjes pagave. Kjo është pak. Është më pak se pak. Nuk ka hapësirë dhe nuk shoh që do të ketë rritje të subvencioneve dhe pensioneve tjera që do t'jenë të parashikueshme dhe të planifikuara. Një çështje tjetër më ka bërë përshtypje dhe më pajtu, më ka pëlqy. Do të lirohen paga minimale prej tatimit në pagë. Qarkullimi deri në 6.000 euro do të lirohet. Veturat e reja të importuara prej BE-s do të lirohen prej taksës doganore 10%, gjithaj përkrahi. Dhe në të njëjtën kohë u premtu rritja pagave dhe subvencioneve. Para do kohë kryeministër, po është kja simpatike, nështë. Ke pason që nuk ka mundësi me ull tatimet edhe me u rrit pagat. Unë e këmë thonë që ka mundësi, ka ndodhë edhe mundet me ndodhë. Kryeministër, ja se ke pos mirë atëherë, ja se ke mirë tash. Unë po të thamë tash e ke mirë, atëherë ke pos keq. Po u kalua ajo. Prandaj, ka shumë projekte cilat për një me Kosova ka nevojë. Ka nevojë për investime në energji, ka nevojë për investime në infrastrukturë, ka nevojë për shumë investime. Po mrena qësoj hapësire fiskale për buxhetin e vitit 2026, edhe 2 buxhetet e vite vijuse 2027 dhe 2028 nuk ka mundësi me u akomodu. Edhe krejnë fund, do të me shikua dhe vlerën për para. Kur flasëm 700 milion investime kapitale që pritën tjenë në vitin 2025, nëse e kemi normën e inflacionit, nuk janë barabarta me nivelin e investimeve 2012. Janë ma pak. Sepse me parat, me 700 milion, sot e investura në investime kapitale, do të përkthejmë, sa kilometra rrugë mundëm i bo, sa shkolla mundëm i ndërtu, sa qerdhe mundëm i ndërtu, edhe të subvencionet, do të me pyet pra vlera për para. Po japëm qindra
miliona në subvencione. A e ka ndryshu gjendjen? A është zvoglu importi i atyre produkteve, qofshin bujqësore, qofshin tjera, si rezultat i subvencionimit? Ku a vlera për para? Dhe më thonë, ty po të rritet importi, po përkeqësohet deficiti tregtar, ne po vazhdojmë me subvencione. Prandaj këto politika do të ndryshohen, buxheti duhet vendoset në favor të sektorëve strategjik, të cilët garantojnë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe mbi gjitha krijim të kushteve të favorshme për bizneset. Asnjë reformë fiskale do me thonë se nuk e kemi po 5 vitet e fundit dhe pres këto që gjatë këtij mandati ndodhen. Faleminderit shumë.